إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد وضزيت مير vazhdojmë kaptinën e Kur'anit dhe tarxhien e pjesës që ka të bëjë me leximin e surës Kul huwallahu ahad. قال إمام مالك رحمه الله ما جاء في قراءة قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك شرق عرضنا الذي من قل هو الله أحد وتبارك الذي بيده الملك سورة ملك. قال مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن إنها لتعدل ثلث القرآن. مالك رحمه الله ما transmetim nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, Sa'd ibn Malik ibn Sinan radhiyallahu anhu, shoku I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ai ka dëgjuar një njeri duke lexuar Kul huwallahu ahad dhe e përsëriste tërkohën, thot namaz natës është fal dhe ka përsërit tërkohën Kul huwallahu ahad. Dhe kur në sabah ka shku te Rasulullah sallallahu alaihi wasallam në mëngjes dhe I ka thënë çfarë ka ndodhur dhe sikurse njeriu thot e ka konsideruar që është pak leximi I vetëm surës Kul huwallahu ahad në namaz të natës. Atë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë pasha ato që e ka në dorën e tij shpirtin tim, ajo vërtet është sa 1/3 e Kuranit. Ajo është ngjashme me 1/3 e Kuranit. Kul huwallahu ahad sa 1/3 e Kuranit. Pse kjo vëllazë mirë? Sepse Kurani është I ndarë në 3 pjesë. Një është thot gjërat që tregon në Kur'an, tregimet e Kur'anit, thëniet e Kur'anit, gjitha thot ka ndarë në 3 pjesë. Një është përmendja e Allahut subhanahu wa taala dhe cilësive dhe sifateve të Allahut azza wa jall. Kjo është një. E dyta janë urdhrat dhe ndalesat. Thot shariati, urdhrat dhe ndalesat që na I bën Allahu subhanahu wa taala. Dhe e treta është tregimet e njerëzve që kanë qenë para neve për që të përfitojmë nga ato, Thot, njën nga këto 3 gjëra është në Kur'an. E tani suraja Kul huwallahu ahad është e para, e pjesës parë, thot që ka të bëjë me cilësimin e Allahut subhanahu wa taala, me sifatet e Allahut azza wa jall, ato që tregon për Allahun azza wa jall. Prandaj për këtë arsye është sikurse 1/3 e Kur'anit, sikurse 1/3 e Kur'anit. Nga se në të thuhet Kul huwallahu ahad, thuaj Allahu është një, Allahu samad, Allahu është ai që të gjithë kush I drejtohet atij, çdo kush I drejtohet atij. Lam yalid wa lam yulad, as nuk e ka lind ai dikë, thot nuk është prindi askujt, edhe ai vetë nuk është I lindur, thot nuk e ka lind dikush Allahu subhanahu wa taala. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, edhe nuk është askush I ngjashëm me të, dhe askush nuk është I barabartë me Allahun azza wa jall. Do thot në të ka cilësim të Allahut azza wa jall. Prandaj kjo është sa 1/3 e Kur'anit. Hadithi I dytë thot Malik an Abdullah ابن عبيد الله ابن عبد الرحمن عن عبيد بن حنين مولى آل زيد بن الخطاب أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت. فسألته ماذا يا رسول الله؟ قال الجنة. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فأردت أن أذهب إليه فأبشره ثم فرقت أن يفوتني الغداء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآثرت الغداء ثم ذهبت إلى الرجل فوجدته قد ذهب. Thot Ebu Hurajra radiallahu anhu kam qenë thot me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe ai thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka dëgjuar një njeri duke lexuar Kul huwallahu ahad. Dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë u obligua. E pyeta thot, e çka ju obligua ja Rasulullah? Çka ju bë vajib? Ka thënë xheneti. Tha atëherë thot Ebu Hurajra radiallahu anhu thot dhe desha ta shkoj ta përgëzoj atë njeri. Shkoj t'i japi myshde, ta përgëzoj atë njeri. Thot mirë po pastaj thot u friksova se do të më humbë dreka me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Dreka thot ushqimi i drekës me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Thot e çita përpara drekën thot, pastaj thot shkova ta gjej atë njeriu dhe e pash se kishte ecur. Thot në të Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tregon që pejgamberi sallallahu ka përgëzuar këtë njeri me leximin e surës Kul huwallahu ahad. Ka në hadithe tjera që pejgamberi sallallahu ka pyet një njeri pse përsëriti surën Kul huwallahu shpesh. Ai ka thënë nga se në të sifati Rahmanit Allah subhanahu wa taala dhe atë e dua, ka thënë pejgamberi sallallahu ka thënë hubbuka iyyaha adkhalaka al-janna, dashuria jote ndaj kësaj sureje të ka futur në xhennet, thot dashuria ndaj kësaj sure, nga se në të është cilësimi i Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu në të kemi pozitën e Abu Hurajra radhiyallahu taala anhu, nga se Abu Hurajra radhiyallahu taala anhu ka qenë shumë i varfër në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. S'ka pas as familje, as kësë ka pas, dhe ka flajt në xhami të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ushqimin e vetëm e ka pas atë që i ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nganjëherë apo muslimanët e tjerë. Shpesh herë thot nuk është rrëzu për tokë dhe është sill në për tokë, sikurse dikush që e ka epilepsin për shkak të urisë së madhe që ka pas radhiyallahu ta'ala an. Për këtë arsye thot me siguri pejgamberi sa më herët e ka thirrë në drek dhe është friksuar se do t'i ikën dreka me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, dhe për këtë arsye nuk ka shkuar ta përgëzoj atë njeri radhiyallahu ta'ala anhum. Kështu thot janë mundu shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ta mësojnë nga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka të bëjnë hijrat në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, dhe kështu na ka mbart neve atë që na ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pa asnjë mungesë. Pastaj vazhdon مالك رحمه الله فضل مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وأن تبارك الذي بيده الملك تجادل عن صاحبها. تاني transmeton një athar nga Humeid ibn Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf është sahabiu i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, djali i tij Humeidi, që ka thënë se Kul huwallahu ahad është sa 1/3 e Kur'anit, dhe se Tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk, thot sura Mulk, thot do të polemizoj për atë që e lexon. Do të polemizoj për atë që e polemizon. Kjo ka një hadith të vërtet që është hadithi që ka nga Abu Hurajra radhiyallahu anhu, që është hadith hasan, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hadith të vërtet, ka thënë inna surata min al-Quran 30 ayatan tashfa'u li sahibiha hatta yughfar lahu. Thot një sure që ka 30 ajete ndërmjetson, bën shefat për atë që e lexon atë dhe e mban mend atë derisa t'i falet. Dhe ajo sure thot është Tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk, Tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk, Tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk. Thot këta Humeidi ka dëgjuar me siguri nga sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe edhe pse transmetimi i tij në këtë rast është maqtuar, do thot nuk e ka transmetuar, nuk ka treguar këtë tabini prej kujt e ka dëgjuar, mirë po ka transmetime të tjera që e tregojnë të vërtetën për këtë pjesë. Pastaj thot ma jaa fi dhikrillahi tabarak taala. Thot vazhdon, thot çka ka ardhur për dhikrin e Allahut subhanahu wa taala, përmendjen Allahut azza wa jall. Thot Malik an Sumay
مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به أحد إلا أحد عمل أكثر من ذلك، إلا أحد عمل أكثر من ذلك. Tani transmetim tjetër nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhum, se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush thot la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, 100 herë brenda ditës. Kush e thot këtë fjalë 100 herë brenda ditës, do të ketë thot shpërblim sikurse ti liroj 10 robër, si ti liroj 10 robër. Dhe do t'i shkruhen 100 sevabe. Dhe do t'i shlyhen 100 gjunohe. Dhe do të ketë mbrojtje nga shejtani atë ditë derisa të ngrysë, do të derisa të vi akshami. Dhe askush nuk do të bëj punë më të mirë se ai, vetëm se dikush që ka bërë më shumë se ai, që ka bërë më shumë dhikr se sa ai. Kjo është vlera e dhikrit. Dhikri, vllaznik mirë, është prej ibadeteve më të lehta, e njëkohësisht prej ibadeteve me shpërblimin më të madh. Nëse ibadet më të lehtë se dhikri nuk ka. Vetëm me gjuhën tënde e përmend Allahun subhanahu wa taala dhe nuk ke nevojë të ecësh, nuk ke nevojë të veprosh asgjë tjetër përveç se ta lëvizësh gjuhën dhe ta përmendësh Allahun subhanahu wa taala. Edhe pse është ibadet i lehtë, shpërblimin e ka shumë të madh, nga se ti e përmend Allahun azza wa jall, e përmend Allahun azza wa jall. Në për shembull kjo në këtë dua është la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. La ilaha illa Allah, thot Allahu është ai që meriton të bëhet ibadet, askush tjetër përveç tij, thot ai është i një dhe nuk ka partner. Lahul mulku wa lahul hamd, ati i takon mulku dhe hamdi, ati i takon sundimi dhe i takon hamdi, lavdia. O huwa ala kulli shay'in qadir, dhe ai është në gjendje të bëjë çdo gjë subhanahu wa taala. Allahu është në gjendje të bëjë çdo gjë, thot nuk ka gjë që nuk mund ta bëj Allahu subhanahu wa taala. Kush i bën këtë, i merr këto shërblime që i përmend. Pastaj thot Malik an Sumay ibn مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت مثل زبد البحر. Prapë hadith nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë kush thot subhanallahi wa bihamdihi 100 herë në ditë, do t'i shlyhen atij gjunohet, edhe nëse i ka sa shkuma e detit, edhe nëse i ka sa shkuma e detit. Prap shpërblim i madh i përmendjes Allahut azza wa jall. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahu bihamdihi, thot thuaj, thot subhanallah, Allah është patmeta. Wa bihamdihi, thot këtë e them duke qenë unë falendërues, thot. Duke qenë unë falendërues, duke qenë prej atyre që i bëj hamd Allahut subhanahu wa taala, them edhe që Allah është patmeta. Subhanallahu wa bihamdihi. Kush i thot tani 100 herë në ditë, Allahu subhanahu wa taala ja shlyn atij gjunat edhe nëse janë sa shkuma e ditë. Prap hadith tjetër Malik عن أبي عبيد مولى سليمان ابن عبد الملك عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: من سبح دبر كل صلاة 33 وكبر 33 وحمد 33 وختم 100 بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. Hadithi prapë tjetër nga Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu,
që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush thot pas çdo namazi. Pas çdo namazi. Shumica ulemave kanë qëllim për mas çdo namazi, qëllim për namazin farz. Nga se ka në hadith tjetër mas kulli salatin mektubatin. Mektubatin që ka në hadithin nga Ka'b ibn Ujra në Sahih Muslimit, ku pejgamberi ka thënë që mas çdo namazi të obliguar, dhe çdo namazi obligativ, mas çdo namazi farz. E kjo është ajo që është mendimi shumicës së ulemave. Nëse thuan mas çdo namazi bën, mirë po, qëllimi mas çdo namazi farz. Po kush thot mas çdo namazi subhanallah 33 herë. Allahu akbar 33 herë. Alhamdulillah 33 herë. Dhe plotson thot 100-shin, e plotson 100-shin thot, thoshte 99. Dhe plotson 100-shin me fjalën la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Thot do t'i falen gjunohat edhe nëse i ka sa shkuma e detit. Do t'i falen gjunohat edhe nëse i ka sa shkuma e detit. Vallazin subhanallah, Allah është më meta. Allahu akbar, Allah është më i madhi. Alhamdulillah, hamdi i takon Allah, lavdimi, lavdata i takon e tëra Allahu subhanahu wa ta'ala. E këto kjo është dhikri që bëhet mas farzave. Edhe dhikrin mas farzave duhet me bë muslimani secili veç. Jo si që bëjnë për shembull në xhamia tana në mënyrë të orkestruar. Muezini bën sikurse orkestër, edhe sikurse ai dirigjenti që ju dirigjon njerëz të bëni kështu subhanallahu. S'ka bazë kjo në fetë Allah subhanahu wa ta'ala. Dhikri mas namazit njerëzit e bëjnë secili vetë. S'ka nevojë me bë si orkestër. Nëse dikush thot po do harrojmë se ne i themi që nëse është mundësia që dikush harron, mësohet një herë dy ja përkujton dikush. Mirë po, jo për shembull ti falër 10 vjet, 20 vjet, 30 vjet tërkohën jetën në formë. Jo, duhet secili të bëjë vetë. Allahu e di më së miri. Pastaj thot Malik an Imara ibn Sayyad عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول في الباقيات الصالحات إنها قول العبد الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. سعيد بن المسيب كثنش الباقيات الصالحات ato të mirat që do të mbesin, të mirat që mbesin. Se Allahu ka thënë wal baqiyatu salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Edhe baqiyatu të mirat që mbesin janë më të mirat te Allahu, me shpërblim, kanë më shumë shpërblim te Allahu dhe kanë shpresë më të madhe. Al baqiyatu salihat, këto që i ka lavdu Allahu subhanahu wa ta'ala kështu në këtë mënyrë, janë fjala subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, edhe la ilaha illallah. Edhe la ilaha illallah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Këto janë ato që e kanë këtë qëllim. Edhe ky hadith është maqdu', dhe është transmetimi Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah. Mirë po, ka në hadithet që edhe Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala ka pas këtë mendim. Vazhdojmë pastaj me hadithet tjera. Malik an Ziyad ibn Abi Ziyad أنه قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه ألا أخبركم بخير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى. قال ذكر الله تعالى. قال زياد بن أبي زياد وقال أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. فتترانسمتان أبو هريرة أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. أبو الدرداء asketi njohur, zahidi njohur i sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wa alihi wa sallam,
që ka thënë, a do t'ju tregoj për një gjë e cila është puna juve më e mirë dhe më që ju ngrit më së shumti derexhet dhe që është më e pastërta te Zoti juaj edhe te sunduesi juaj dhe që është më e mirë thot se sa të jepni ari dhe argjend dhe është më e mirë se sa të takoni armikun tuaj ta goditni në qafë dhe t'ju godos ai në qafë. Ka thënë gjithsesi, ka thënë përmendja Allahut, dhikri Allahut subhanahu wa taala. Edhe ka thënë Ziyad ibn Abi Ziyad, që Ebu Abdurrahman Muadh ibn Jabal radhiyallahu taala anhu ka thënë, nuk ka bërë punë më të mirë biri i Ademit, që shpresohet më, që do ta shpresoj dhe t'i falë, të ketë shpresë më të madhe nga rujtja prej dënimit të Allahut subhanahu wa taala, se sa dhikri Allahut subhanahu wa taala, se sa dhikri Allahut azza wa jall. Thotë kjo është për gjërave që do të shpresoni më shumë ti, që do të keni shpërblim te Allahu azza wa jall, shpërblim te Allahu azza wa jall, shpërblim te Allahu azza wa jall me këtë punë, Ky hadith në këtë thotë ka ndërprerje, nga se Ziyad ibn Abi Ziyad nuk e ka dëgjuar Abu Hurairën, është ka ndërprerje, por ka në transmetim tjetër që është përmend ajo farë lidhja me si dhe Abu Hurairës radhiyallahu ta'ala anhu, që është në Tirmidhi, te Imam Tirmidhiu rahimahullah. Pastaj thot, vazhdojmë me hadithin tjetër, thot Malik an Nuaym ibn Abdullah al-Mujammir عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع أنه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده قال رجل وراءه ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من المتكلم آنفا فقال الرجل أنا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 39 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبهن أولا رفاع بن رافع رضي الله عنه tregon thot kemi qenë një ditë duke u falë me Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam. Edhe transmetimi është në se ka qenë namazin e akşamit. Edhe kur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ngrit kokën nga rekati, kur ngrit nga rekati, ka thënë semi Allahu liman hamida, dhe ka thënë semi Allahu liman hamida. Dhe një njeri ka thënë mbrapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana wa lakal hamd, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Thotë kur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e mbaroi namazin, tha, ka thënë kush është ai që foli më herët? E thot ai njeriu ka thënë unë ja Rasulullah. Atë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë i pash më shumë se 30 melaçe. Më shumë se 30 melaçe, thotë 39 melaçe, duke nxituar se kush po e shkruan më herët, kush po e shkruan më parë, atë çfarë the. Kush po e shkruan më parë, atë çfarë the. Ky njeri do thot është thonë mas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe kur pejgamberi sa ka thënë semi Allahu liman hamida, ka thënë Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Rabbana wa lakal hamd, Zoti jon, ty të takon hamdi. Hamdan kathiran, hamd i shumt, i mirë edhe i bereqetshëm. Hamd i mirë, atë pejgamberi sa ka thënë që melaçet kanë nxituar që ta shkruajnë sevapet atina sa më shpejt, nga se e ka përmend Allahun subhanahu wa taala në veprimet e tij. Kjo është ajo që kemi përdesur të themi për sot. Allah di mas miri,
nëse kemi ymër prap me lejet Allah subhanahu wa taala të takohemi të martën. Allahu ju të gjithëve. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.